gjatë vitit 24 kemi filluar implementimin që përzierjen e citostatikëve ta bëjnë teknikët e farmacisë në mbikëqyrjen e farmacistëve klinik, që është e rrit sigurinë dhe cilësinë e dozimit dhe përdorimit edhe shpërndarjes së terapisë. Njëkohësisht, gjatë kësaj periudhe kemi implementuar edhe sistemin ambulancave specialistike, sistemin e radhës, sa i përket digitalizimit të shërbimeve, po këtë klinikë kemi kthyer si një pe klinikave model, sa i përket qendrës klinike universitare. Thuajse në disa vite, apo në 10 vite të ardhshme, këtu ka pak nevojë mu investu. Thjesht ka nevojë më shumë për mirëmbajtje. Kemi kriju kushte për shërbimet të cilat janë jashtë shërbimeve mjekësore këtu, siç është shërbimi i fizioterapisë, pastaj psikologu klinik, si dhe kushte tjera dhe për stafin mbështetës dhe përcjellës. Përpos kësaj, Hajdari ka potencuar se me rritjen e investimeve dhe ofrimin e shërbimeve shëndetësore ka pësuar për shpejtim. E cekët miliona investime të arritura, megjithatë do doja të dija shkurt edhe për pjesën e mungesës së terapisë që ka qenë ndër vite. Tashmë në çfarë përqindje është përmirësuar kjo situatë? Natyrisht, me qenë se ka qenë objektiv edhe për shkak të ndihmërisë së pacientëve të cilët edhe kostot e terapive të cilat janë të larta, vitin 24 shkalla e furnizimit të terapisë ka qenë rreth 92% në klinikën onkologjisë. Ka qenë një klinikë e cila thuajse shumë pak raste caktuar ka mund me qenë mungesë ndonjë citostatik për shkak të furnizimit ose operatorëve ekonomik, po kurse se planifikimit ose menaxhimit të qendrës klinike universitare të Kosovës. Kështu që jashtëzakonisht konsideroj që edhe pacientët edhe familjarët, kushdo që ka pas nevojë me marrë shërbime, kanë qenë të kënaqur për shkak se mungesat janë kanë minimale. Krahasuar me vitet e kaluara, thuajse është për 100% më shumë çështja e furnizimit, edhe në bazë planifikimit. Siç jeni në dieni, në fund të këtij viti janë shtuar edhe disa citostatik në listën esenciale, është rrit domethënë gama e shërbimeve të listës esenciale sa i përket të onkologjisë. Gjithashtu është rrit edhe buxheti dhe kështu që po konsiderojmë që gjatë vitit 25 e vitet tjera të ketë sa më shumë terapi, sa më shumë kujdes në raport me pacientët. Këtu në onkologji du me falendëru edhe stafin mjekësor, edhe stafin e infermierëve, edhe stafin përcjellës tjetër, të cilët me shumë përkushtim bëjnë punën e tyre në këtë klinikë. Realisht na kemi këtu dikon 13 onkolog, rreth 50 e diçka infermier, kemi shtuar në fund vit edhe 10 infermier këtu, domethënë edhe kapaciteti teknik sa i përket stafit të mesëm e kemi mbulu. Planifikojmë edhe gjatë këtij viti të shtojmë kapacitet në mënyrë që të rritim cilësinë e shërbimeve, duke pa që zakonisht dhënia kimioterapisë ka qenë një lloj sfide për këtë klinikë, pavarësisht gjitha investimeve. Prap ka pas një grumbullim të njerëzit që kanë marrë këtë shërbim kryesisht në orët e hershme të mëngjesit, dhe ka qenë si tush sfiduese edhe për vetë pacientin edhe për vetë familjarët. Edhe këtu kemi ndërmarrë një veprim ku kemi shpërndar orarin nga ora 7 në orën 7, domethënë ku kimioterapia jepet në 2 cikle, pastaj janë shpërndar terapi tjera me menaxhmentin e klinikës, dhe kështu që është shpërndar edhe ky numër i madh i pacientëve që kanë qenë mëngjes, tash ofrohet shërbim 12 orësh, që është një lehtësim shumë i madh për pacientat, sidomos edhe për familjarët, të cilët nuk kanë nevojë si tush të janë ngarkuar të vinë mëngjes dhe thjesht presin për një shtrat ose për një karrikë për me marrë kimioterapi, kështu që tash janë kushtet shumë akomode, për shkak se asnjë pacient thuajse në mëngjes nuk pret, thjesht veç ka ciklin e trajtimit që nënkupton analizat, kontrollin mjekut dhe pastaj shkon e bën terapinë. Edhe ky ka qenë një hap jashtëzakonisht i rëndësishëm për ofrimin e shërbimeve sa më cilësore, sa më shpejta edhe sa më të saktshme për pacientët tanë. Më tej, ai ka shpalosur edhe detajet e reja, të cilat do të zhvillohen në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, përkatësisht në onkologji. Natyrisht, ajo që thjesht kemi bërë ndryshe ndoshta nga menaxhmentet e kaluara është që aty ku e kemi vendosur si objektiv, këtë rast po flasim për klinikën onkologjisë, e kemi planifikuar që gjithçka ndrohet, të fillu infrastruktura fizike, stafi, çështja furnizimit banave, digitalizimi, dhe kështu e kemi punuar në nivelin e standardeve. Besoj dhe konsideroj që edhe në rajon nuk ka kushte të këtij niveli,
natyrisht do tjetë prioritet. Prioritet vitin ashën do t'jenë pajisjet më të sofistikune, shtimi i terapive dhe thjesht që mos të ketë mungesë të terapive për pacient për shkak edhe të ndjeshmërisë që kanë. Shpresojmë që të kemi sa më pak pacient, por pacientë të cilët kanë nevojë për këtë trajtim ta kenë me kohë dhe në kushtet sa më optimale dhe sa më të mira, sa më të sigurta këtë shërbim të cilin e marrin në këtë klinikë. Kështu, viteve të kaluara në këtë klinik, pacientët janë përballur me mungesë të terapisë, si rrjedhoj janë obliguar ta blejnë atë me mundësitë e tyre. Por siç duket, tashmë në klinikën e onkologjisë, transformimi po vërehet e që pritet edhe viteve në vazhdim të ngritet edhe më shumë. Kështu të dashur, me që ardhëm edhe tek minutat e fundit të këtij edicioni. Faleminderit shumë që qëndruat me ne dhe nesër do shihemi që nga ora 7:30 e mëngjesit, ku do trajtojmë tema ekonomike, sociale, politike e gjithçka tjetër që na rrethon kryesisht socialitetin aktual të ditëve të sotme. Ne ju falenderojmë shumë që keni qëndru me neve për gjatë kësaj kohe, gjithashtu një falenderim shkon edhe për Minimax që na zbukuron çdo ditë me veshjet e tyre kaq të bukura. Gjithashtu nga ora 9 ju do të shoqëroheni me ropin, kështu që mos e ndroni kanalin nga ATV e ne shihemi së bashku përsëri nesër në orën 7:30. Mirëmbëjtje.